Ka mbërritur në gjykatën e lartë kërkesa e prokurorisë së Vlorës për transferimin e dosjes Gjika në një tjetër gjykatë, pasi në Vlorë gjithmonë sipas akuzës nuk mund të zhvillohet një proces i drejtë dhe normal. Ditën e djeshme kërkesa ka mbërritur në gjykatën e lartë dhe pritet që tashmë të hidhet shorti elektronik me qëllim caktimin e gjyqtarëve që do gjykojnë kërkesën për transferim të dosjes penale, ndërsa në një kohë kur prokuroria e Vlorës ka bërë kërkesën për transferimin e dosjes penale nga gjykata e Vlorës në një tjetër gjykatë, mësohet se nga pjesa më e madhe e avokatëve të pandehurve në seancën e radhës do të dalin me një kërkesë për ndarjen e çështjes në 2 dosje. Disa nga avokatët do i kërkojnë gjykatës së Vlorës që dosja të veçohet, pasi kemi të bëjmë me 2 raste ku janë dhënë leje ndërtimi dhe se përgjegjësia penale e të pandehurve nuk është e njëjtë, pasi disa akuzohen për falsifikim dokumentesh dhe disa të tjerë kanë akuzën e ndërtimit të paligjshëm. Ndodhemi në ambientet e prokurorisë rreth të Vlorës, kur kjo e fundit i ka bërë një kërkesë gjykatës së Vlorës për transferimin e çështjes Gjika në gjykatën e lartë të Tiranës. I takon kësaj të fundit të vendosin nëse dosja Gjika do të shqyrtohet në Tiranë, ndonjë rreth tjetër apo në qytetin e Vlorës. Më 15 nëntor nisi dhe seanca e parë gjyqësore ndaj kryetarit të Bashkisë Shpëtim Gjika në gjykatën e Vlorës, por u shtyr për shkak se njëri prej të pandehurve nuk u paraqit dhe nuk u përfaqësua as nga avokati i tij.